të tjetrin, pa lëre me Berishën, se mos i kthe atje. Krijove parti se di unë që edhe disa miqtë e mi morën pjesë në... Ju të lësisë, kemi në të PSV-n time, po... Jo, e kisha Kjo fjallën... ka ndodhur një ditë mbas 21 prillit 2008, kur Partia Socialiste u bashkua me PD-n për bërë reformën kushtetuese që për mua ishte papranueshme. Unë jam një nga të paktët që nuk e votorë. Domethënë, unë dhe zoti Memushi kemi votuar kundër, zoti Malaj ka abstenuar. Me statut përjashtohesh nëse ti nuk i bashkohesh grupit parlamentar në një votim kushtetues. Dhe unë bëra një akt që ishte formalizim. Jo, e bërë edhe më vonë edhe unë të jam të vlerësoj për këtë gjë. Të vlerësoj për këtë gjë. Edhe dua të them edhe një koment tjetër që unë s'kam të bëj me LSI, pata një kontribut sa u kryua Partia e Liris, jam të rejshur, jam një analist, shikoj punën time, edhe për të patur edhe këtë... Si do qoftë, unë atë moment e quaj një sakrificë që kanë bërë për PS-n, me thënë drejtën, dhe sepse unë i rash me shkelën karrierës time politike, me atë që bëra. Se nuk është se... Jo, të regove vetëm. Ajo ishte një ndërmarrje... Duhet ta vazhdoj në qikë më shumë, ishte akoma më mirë. Do më çonte mua që të bëja karrierë politike. Por, ruajta profilin tim, naturisht, për një socialisti, unë jam themelus i PS-s. Tani të flasim për Nano, se për atë kemi ardhur që të bëjmë. Tani që të vim të Nano, se ju keni një atje miq dhe armiq të patos Nanos. E bukur. Kështu e keni vënë titrën. Tani, që parë zotin Nesho... Dhe miqë që janë armiqë. Tha ka ardhë një grup, për në greqisht e fjallë, që kështë vajtë një grup dhe kishë folur... Ishin eksponent të Partisë Socialiste, në atë ko, kishin diskutuar me përfaqësues amerikan të Bashkimit Evropian, ishte më gjërë se sa, ishin dhe amerikanët brenda, për të dhënë garanci. Po pra, që të largojmë Nanon edhe... Edhe të marim neve. Të marim neve. Tani... Derisa erdhi mjeshtri, ju largojnë gjithë. Kam bërë një postim edhe dje lidhur me këtë punë, me hipokrizin që ndodh gjithmonë kur ka ikje për në botën tjetër të njerëzve të shquar. E vërteta është që Nanon e kanë luftuar shumë së brendshme, edhe kur që në burg. Dhe kur që në burg, një grup i caktuar njerëzish aty, deshën ta burgosnin brenda partisë, duke e hequr nga kryetar partisë. Ishte i njëjti grup i cili kur takonte këta të huajt, dhe të majtën europiane, partitë homologe, i thoshin që ne kemi një kryetar që ka qenë te Instituti i Marksizëm-Leninizëm, dhe mundoshin gjithmonë ta godisnin figurën e Fatosit. Dhe disa iniciative që ai ndërmori dhe nga burgu ishin pasojë e kësaj, sepse ishte komplet e papranueshme që sidomos në kushtet e burgut, pra kur ti nuk jenë në kushtet normale të një gare, edhe nëse ka një garë burrash, po themi, brenda partisë, nuk ishte ky rasti. E ka prekur edhe Regjina te libri. Po. Dhe zgjedhja 20 tetorit të 96 ishin thuaj se një lloj si të 26 majit, vetëm me një ndryshim, se unë e mbaj mend nga Fieri. Në Fier çfarë ndodhi? Në qytet kishte vëzhgues. Zgjedhjet e kujt? Zgjedhjet lokale. Lokale. Të 20 tetorit. Po. Të 96. Se ishte maj, 96-ës? S'kishin asnjë vërejtje komunitetin ndërkombëtar për ato zgjedhje. Prit pa prit. Ore, unë të them se unë jam njeri i terrenit, nuk flas me perceptim vëzhguesi. Është e përjetuar nga brenda, nga kurrizi i komisionerëve të kërdisur në komisione. Dhe çfarë ndodhi? Në qytet kishte vëzhgues dhe zgjedhjet formalisht dukeshin më të qeta. Në fshat bën të njëjtën gjë si në 26 maj, duke llogaritur dhe faktin që populli ndërkohë edhe ishte nga ajo që kishte ndodhur edhe ishte trembur, domethënë nuk qem ajo kurajo dhe shpresa apo optimizmi i shpresës që ishte në 26 maj. Në çfarë ndodhi? Kur u lexua rezultati, ndodhi e çuditshme. Ne në Fier, megjithëse u morëm rezultat në qytet më të lartë dhe morëm ja 35%, nuk e mbaj mend,
Kurse në fshat shumë më të ulët, kur gjithmonë ka qenë ndryshe. Domethënë në qytet ka qenë gjithmonë betejë më. Ne fitonim, por marzhi i diferencë ka qenë më i ulët. Në fshat ishte shumë i lartë. Ne kemi zona aty që dhe sot marrin 70-80%. Lidbov, Shasemani etj etj. Mos atë shumë politikë, se pastaj kalim të partia mirë, se e di, të them diçka për Nano sa i madh ishte. Ta mbyllim me këtë me gjë të mira, pastaj do mbyllim me letrën e zonjës Dudaj. Jo, po më fal. U mundua që Lëre përzine se do në ktheshte 11 maj, që është komplet, mos ta bësh se në zë koka. Shiko, sa i madh ishte Nano për një gjë. Po. Në 97-ën, erdhi pas zgjedhjeve, erdhi në New York. Edhe kishin punojësit e Departamentit Shtetit donin të aprovonin. Dije që ishte ambasadori Ryerson, kur u fut Nano në burg, kishte thënë që le të futet. Ishte një nga promotorët, si që kemi dhe neve me këtë, dhe më thonë mua 2 diplomat të lartë. I thuaj Nanos, e kishin sjell, po dëgjon të Ryersoni në takim. Edhe tha të vej të takoj Ryersonin. Ata donin të tentonin se sa ishte akmarë, sa ishte. Vajti sa ja thash në vesh, pa tjetër tha, ku është? Vajti, bëri. Ai nuk e kam parë në një Ryersonin të shpërfytëruar, sepse dihet që kur vinë këtu ambasadorët, bëjnë si kur janë princit, edhe nga kujdesi që ju e japin vetë ne, edhe privilegj, nuk e kam parë. Ky ishte Nano. Do thënë, dinte nga ana diplomatike, ishte jo vetëm ish dërvjell, po një njeri që shkëlqente me atë me fjalën e tij. Ishte tolerant, nuk ishte mediokër, nuk ishte si përfaqësor kështu që të bojaxhi ose kështu, ishte shumë i zgjuar në thelb. Do me thënë, ishte një intelektual që profesori do t'i vinte 10, pa tjetër. Vetëm ka një gjë që të bim në konsensus se jemi në sekondat e fundit për ta mbyllur me zonjën Dudaj. Jo, me lini ta them këtë gjë që Nano shumë shkurtimisht në raport me ata që mundoheshin t'i bënin gropën, ishte më tolerant se ç'duhej. Unë nuk jam me atë që ai patjetër duhet t'i po themi t'i zhdukte nga skena politike, por ai çuditërisht u jepte pushtet dhe këta e shfrytëzonin pushtetin për t'i bërë varrin Nanos. Miq dhe armiq të Fatos Panos është strisha që kemi vendosur. E mbyllim me Arlinda Dudajn, e cila po na sjell. E mbyllim në fakt me letrën e Regjinës, që është në një moment që ajo priste që do dilte, po në fakt nuk ndodh. Edhe për t'i dhënë zë asaj, gruaja e jashtëzakonshme. I dashur Fatos, me sa duket kjo letër do zërë një vend historik, do t'jetë e fundit që do të përshëndes nga shtëpia në Qelin 47. Me sa duket, shpejt do të largoj nga ajo qeli që për një vit u bë shtëpia jote. Me siguri do të ndjesh edhe keqardhje kur të ndash prej saj dhe mua do të mungoj qelia 47. Pushteti është i vendosur të shndrojë në një statuj, por ai harron se ne kemi lënë pas ato kohra dhe nuk i pranojmë as mitet. Ne jemi prej mishi e kocke dhe do të vazhdojmë luftën për ta jetuar jetën me dinjitet, jo si zvarranik. Thinjat dhe rrudhat që në janë shtuar për një vit nuk janë tonat, ato i përkasin pushtetit të dhunës. Tonat janë zemrat e shpirtrat e pastër panjolla, si dhe fëmijët që nuk do t'jenë kur ndryshe nga ne. Pushteti është i vendosur të vazhdoj luftën për të na të çnjerëzuar, ne do ta ndihmojmë të shohë se dhuna e tyre ka çnjerëzuar vetëm ata. Pushteti ka frikë nga e vërteta. Gjithsesi, ne gjithçka kemi humbur, por gjithçka kemi fituar. Të përshëndes e të përqafoj fort Gjina. Shumë e bukur. Ka të tilla, është e mbushur. Po, zoti Nano duket pak edhe më romantik se Regjina në fakt në mbylljen e letrave. Të paktën nga ajo që ne mund të perceptojmë. Po sepse ai ishte brenda dhe normal që ishte më fort. Regjina do t'i postonte, do t'i bëte publike, do ta bënte libër. Nuk e besoj që e dinte sepse aty sepse është bërë në 2008, ëh? Çështjen e legasisë time do ta mbajë Regjina. Domethënë gjithë korrespondencën ja kam dhënë asaj. Nuk e kam njohur zotin Nano. Jo, thjesht
Nëse ke patur mundësi të komunikosh me zonjë Regjina kur ka ardhur me shkrimet e saj. Dua t'ju falenderoj shumë që u kishe ditën e sotme. Faleminderit shumë zoti Krisaj, faleminderit shumë zoti Koçi, faleminderit shumë zonja Dude, faleminderit shumë zoti Nesho, koleges time Mema dhe po ashtu zoti Arben Malaj dhe Spartak Ngjela po ashtu dhe faleminderit juve që na ndoqët, ngushëllim edhe një herë familjarëve të zotit Nano, miqve, bashkëpunëtorëve dhe të gjithë dashamirësve të punës së tij në politik edhe përtej saj. Natën e mirë, faleminderit që na ndoqët.